Një zjarr I fuqishëm ka prekur mesditën e kësaj të enjte fushën pranë fshatit të Zvërnec, një zjarr I cili dyshohet I qëllimshëm duke djegur sipërfaqe të tëra, por duke rrezikuar edhe bizneset turistike të cilat ndodhen në afërsi të vendit ku edhe është përfshirë nga flakët. Në vendngjarje kanë mbritur 3 automjete të forcave zjarrfikse, ndërkohë që edhe pushuesit të tremur nga situata e krijuar janë larguar nga vendi ku edhe pushonin, kjo edhe për shkak të zjarrit, por dhe typit të madh të krijuar në zonë. Një zjarr I fuqishëm ka përfshirë fushën pranë zonës së Zvërnecit, ndërsa dyshohet se ka qenë zjarrvënie e qëllimshme. Zjarri ishte evidentuar mes ditën e kësaj të enjte në zonën e Pyll të Sodës, në afërsi të fshatit të Zvërnecit, ku operojnë edhe disa biznese turistike. Plakët kanë përfshirë një sipërfaqe të madhe me shkure dhe bimësi të dendur, ndërkohë që sipas informacioneve të para, mësohet se zjarri ka qenë I qëllimshëm. Në vendngjarje kanë mbritur menjëherë 3 automjete të forcave zjarrfikse, të cilat kanë punuar për vënien në kontroll të flakëve, por dhe izolimin e tyre. Paraprakisht dyshohet se zjarri ka qenë I qëllimshëm, ndërsa autoritetet kanë nisur dhe hetimet për të zbuluar shkakun e vërtetë të saj. Në vendngjarje vetë forcat zjarrfikse kanë mbritur dhe forcat e policisë, të cilat kanë orientuar kalimin e pushuesve dhe turistëve të shumtë drejt plazhit të Zvërnecit për të evituar pikërisht fushën e përfshirë nga flakët. Nga zjarri I rënë mesditën e kësaj të enjte kanë rrezikuar edhe bizneset turistike në afërsi të plazhit të Zvërnecit, por ndërhyrja e forcave zjarrfikse ka bërë të mundur lokalizimin e zjarrit në afërsi të bizneseve turistike. Ky është zjarri I dytë I evidentuar sot në Vlorë, pas atij në fushën e Mbetjeve.